Shikoj që do ndodhte një ndryshim i madh për arsye, po themi të natyrshme, të brezave që vinë edhe në politikë. Kjo do të ndodhte, por problemi është që nga pikpamja e konstitucionit moral kam përshtypjen që shumë gjëra kanë shkuar jo mirë, pra keq. Ka patur zëvendësime jo normale, jo graduale, por shpeshherë në mënyrë mekanike. Pra zëvendësim për zëvendësim, edhe të motivuara nga arsye me natyrë klanore. Edhe kjo nuk është kaq e thjeshtë, është e rëndë bile, po ja që ka ndodhur. Dhe kjo shfaqet në përgjithësi sot në shoqërinë shqiptare, në politikën shqiptare, kur një drejtues institucioni vendoset diku, ai ose ajo merr me vete një grup njerëzish që pak a shumë e shoqërojnë në çdo post ku ai ose ajo shkon. Për shembull, çfarë më bëri mua përshtypje një nga lajmet e kohëve të fundit, ishte fakti që kishte filluar një çështje penale për një drejtoresh që ishte arsimit parashkollor në Ministrinë e Arsimit, dhe ndërkohë çështja penale kishte filluar për detyrën e saj kur ishte në Ministrinë e Mjedisit. Dhe gjithmonë ajo tani si shoqëruese e ministres përkatëse. Mua këto më duken absurditete, sepse nuk mendoj që bie fjala kur dikush shkon ministër, duhet të marrë me vete shoferin, bodyguardin, shefin e kabinetit, sepse atëherë supozohet jo pa arsye që janë ndërtuar disa marrëdhënie konfidenciale, të cilat në një farë mënyrë mund të jenë edhe komprometuese. Pra nuk janë thjesht për arsye të administrimit me cilësi të punës edhe të dikasterit. Unë këtë se quaj normale. Po kjo ka ndodhur dhe me leadershipin e partive politike, edhe në Partinë Socialiste fatkeqësisht. Por për shembull, modeli ose shfaqja më spektakolare ka qenë mënyra për shembull se si Sali Berisha ndërtoi taktikën elektorale të fundit me qëllim që të krijonte një grup parlamentar besnik të tij, dhe që anashkaloi dhe shkeli me këmbë objektivin e një fitore të mundshme të zgjedhjeve, të marrjes një rezultati maksimal. Pra, qëllimi kryesor ishte krijimi një grupi thuajse privat. Problemi njërë nuk është individual. Elitë të Partisë Socialiste. Vetë fjalë për një çrrënjosje të një tradite pozitive dhe në një farë mënyrë ajo që duhet të them në fakt më shumë është kjo që karriera e dikujt nuk është vetëm investim personal. Është investim shumë më i gjerë, është investim kolektiv, është investim publik. Pra nëse dikush, po themi, ka filluar karrierën politike në vitet 90 dhe nuk është përzirë, po themi, në afera, sepse ky është një rast tjetër. Pra. Por ka bërë një karrierë normale me integritet, me kualitet performance politike dhe përfaqësuese. Atëherë në rastin e ndërprerjes mekanike të kësaj karriere, praktikisht ti nuk e hedhur dëm vetëm investimin e tij apo të asaj personal,
por edhe një investim publik, investim të gjerë të një partie etj. E dyta I dua të them, në një farë mënyrë kush përpiqet që të harrojë historinë politike të partisë së vet, praktikisht po përpiqet të fshi nga kujtesa edhe mëkatet e atyre që ke patur përballë. Që në rastin e Partisë Socialiste, nëse ti përpiqesh të fshish historinë e saj, praktikisht është një përpjekje që nga ana tjetër fshin edhe atë politikën kriminale që ka bërë PD-ja dhe Sali Berisha ndaj nesh, sidomos në vitet e mbrapshta 90. Kështu që prandaj them që dëmi nuk është vetëm personal, është një dëm shumë më I madh. Nga ana tjetër mendoj edhe këtë që në fundit shteti nuk është një aventurë e papritur, por është një traditë, është një investim. Kombet me fat e kanë shumë shekullore. Kombet me më pak fat e kanë, po themi, 10 vjeçare etj. Ku hymë edhe ne, sepse ne jemi bërë shtet në 12 dhe pastaj një shtet I cili ka kaluar shumë trauma të mëdha dhe që është konsoliduar vonë, kryesisht në periudhën e zogut, në periudhën e komunizmit, edhe sigurisht edhe tani. Edhe tani, pavarësisht edhe tranzicioni I ashtu quajtur demokratik, ka pasur dhe ai traumat e veta, siç ishte në 97-a, në 98-a e kështu me radhë. Pra, shteti kërkon njerëz me përvojë. Pra, jo thjesht njerëz që, ku diun, kanë marrë një diplomë, qoftë edhe me rezultate të shkëlqyera dhe që papritur duhet të bëjnë shtetin. Shteti është një traditë. Dhe cila është simbolika po themi e aktualitetit? Është gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese që duhet ishte me gra dhe me burra, po themi me mjekër, sot është, unë nuk dua t'i ofendoj, unë njoh disa prej tyre dhe e di që janë pjesë e një karriere edhe me integritet, por nëse do të donim të ishim ironik, do të thoshim që është gjykata kushtetuese si forum rinor. Nuk mund të jetë gjykata kushtetuese forum rinor. Drejt që ta haj. Pra duhet të ishte ajka jo vetëm e diturisë juridike, por edhe e përvojës juridike, edhe e moshës juridike. Dhe nuk është kështu. Nga njerë dyshoj se është dhe lojë. Pra u desh një vendim, I cili duke mos qenë vendim në kuptimin moral, se në kuptimin e vlerës juridike është vendim, la hapësirë që më vonë çështja të rishqyrtohet. Pra në momentin që gjykata kushtetuese do të jetë e plot, atëherë është e drejta funksionale që të bëhet një riankimim për këtë çështje. Pavarësisht se unë vetë gjykoj që një gjykat, po themi, jo atij niveli siç është gjykata kushtetuese apo gjykata e lartë, nuk duhet ta ketë të drejtën e pezullimit. Pse? Të një ministri. Pra, nuk e ka për të pezulluar për shembull një antar të Këshillit Bashkiak dhe e ka për të pezulluar një ministër. Ky është një absurditet, duke llogaritur gjithmonë nivelin e përgjegjësisë. Janë përgjegjësi krejt të disbalancuara. Një ministër me një antar të një Këshilli Bashkiak. Pa dashur të ofendoj qindra njerëz që janë zgjedhur në ato nivele. E them këtë edhe sepse në fundit pezullimi është një situatë hibride. Pra ti edhe je edhe si je ministër. Është një lloj absurditeti. Dhe gjykoj që ai vendim është një lloj loje, dhe lojën nuk është nevoja që ta bëjnë të gjithë. Mjafton një ose dy vetë aty. Të nisur nga motive politike, besoj. Do më larg qoftë nga motive të tjera. Se do ishte shumë e rëndë, do ishte shumë më kriminale. Edhe për motive tjera.
sigurisht edhe motivi politik është komprometues, po mund të jetë shumë individual, po themi i fshet. Një motiv tjetër do të ishte një motiv në bashkëpunim, që do të ishte shumë e rëndë. Kështu që prandaj jemi në këtë lloj situate, por ajo që më çuditësh është pastaj qëndrimi i Partisë Socialiste, sepse Partia Socialiste në mendimin tim me të drejtë ishte kundër kompetencës së pezullimit nga GKK-ja. Në këtë moment çuditërisht janë duke e respektuar, jo thjesht në kuptimin praktik, po dhe në kuptimin moral, sepse në momentin që ti thua që na mjafton kjo masë, dhe prandaj të paktën deri tani që flasim, refuzohet propozimi i masës tjetër, për t'i dhënë leje nga kuvendi, ti e ke pranuar dhe në planin moral. Pra edhe nga pikpamja e gjykimit konstitucional, që për mua s'është konsekuencë as juridike as politike. Po pa tjetër që unë mendoj kështu që kur flasim për rrugët, përgjegjësia e parë e Ballukut është kjo, ka akuza lidhur me koston e kilometrit. Dhe nuk e kam dëgjuar jo një herë, po të dalë 10 herë dhe të thotë që kjo nuk është e vërtet, ose është ky realiteti, ose është ky justifikim, që kosto e rrugës në Shqipëri është më e lirë apo më e shtrenjtë se në Kroaci apo në Greqi. Nuk e dim ne dëgjojmë vetëm akuza. Dhe kur akuzat nuk përgënjeshtrohen, atëre fillojnë edhe besohen. Dhe pastaj ky termi që këta janë hajdut, këta vjedhin, fillon edhe zë gjithnjë më shumë rrënjë në perceptimin e publikut, përfshi tek socializmi. Nuk e ka bërë një herë, nuk e kam parë në një ballafaqim. Se kjo është një çështje që është shumë e rëndësishme. E dyta që dua të them pra për rrugët është kjo që një ministër që të quhet i suksesshëm nuk mund të quhet i tillë sepse i jep buxheti i shtetit thelat më të mëdha edhe për të bërë kilometra të tëra rrugë. Suksesi është ky, që në raport me ministrin e mëparshëm, koston e rrugës ti e ke ulur, nuk e ke rritur. Për mua shumë e thjeshtë. Në këtë moment, unë i thur lavde ministrit, nëse ajo ose ajo e ul koston e rrugës. Dorëheqja nuk kërkohet, jepet. Ne nuk dim që të jetë dhënë dorëheqja. Dhe është tjetër gjë që nëse ti në diskutimet që bën o themi dhe një supozim të tillë, po çfarë bëhet sikur unë të jap dorëheqjen? Janë dy gjëra janë të ndryshme shumë. Duket absurde situata në cilën u katandis kjo çështje. Sepse prerazi që në fillim duhet ishte marrë një vendim i qartë dhe duhet i respektuar parimi, sipas cilit nëse fillon një çështje penale, zyrtari ikën, jep dorëheqjen, sidomos kur janë në nivele të tilla të larta, ku modeli yt është me impakt shumë të madh në raport me publikun. Sepse sa më ulët jesh në hierarkinë shtetërore, impakti vjen në rënje. Sepse unë them që shoqëria dhe shteti veprojnë nëpërmjet, po themi, diktatit të ligjit, pra respektimit të disiplinuar të tij, por edhe modeleve. Në këtë rast, modeli ndjekur është modeli i gabuar, modeli që komprometon Partinë Socialiste. Dhe mendoj që këtë nuk po e paguan më individi, po e paguan imazhi i Partisë Socialiste, fatkeqësisht dhe vetë kryeministri. Pra, dhe po them një gjë që do të ishte dhe në interesin personal të zonjës Balluku në këtë rast. Por nuk e di, më duket sikur në këtë rast kemi të bëjmë me karrierën e një njeriu që karakterizohet dhe nga sjellje të rëndomta. Këtu kam parasysh sidomos përmbajtjen e SMS-ve.
që për mua ishin një fat i madh që u zbuluan. Se zbuluan një realitet. Shoqëria jonë ka nevojë për transparencë, dhe ka nevojë për të bërë zbulime të tilla, në mënyrë që këto fenomene të mos përsëriten më. Dhe prandaj them që ky edhe reagimi më duket jo në nivelin e fisnikërisë, por në një nivel i rëndomt. Do të duhej gjë ndryshe. Por nëse ne marrim tani reagimin e strukturës politike, dhe jo thjesht të përfaqësimit, po kur themi ne partia, nuk themi thjesht asambleja, apo grupi parlamentar, kryesia, po partia në përgjithësi. Më duket që sot, për mendimin tim, Partia Socialiste drejtohet si të jetë strukturë shtetërore, jo si një strukturë bashkësie ku njerëzit përfshihen vullnetarisht nga bindja, kur ti drejton partinë si të jetë strukturë shtetërore, që do të thotë, ti e kthen partinë në një parti me mecësh dhe frikacakësh, ku askush nuk flet, dhe të gjithë i binden urdhrit dhe jo, po themi, moralit politik, diskurit politik, debatit, dialogut, ku aty të ketë raje mendimesh edhe të dëgjohen propozime, të bëhen kërkesa, të zhvillohen projekte me natyrë politike, etj., ku zëdhënia e komuniteteve të kthehet në proces politik, në fillim edhe të brendshëm dhe pastaj si materializim përfaqësues. Kjo s'ndodh sot. Domethënë drejtohet partia si strukturë shtetërore, ku i deleguari është më shumë urdhërues dhe gjithë tjerët duhet të dëgjojnë. Dhe pastaj gjithë hierarkia pak a shumë është nën këtë funksion. Ti bindesh më të madhit dhe pastaj nënshtron më të vejlit. Dhe kjo është një e keqe e madhe që do ketë pasoja të mëdha në të ardhmen. Unë nganjëherë them që njerëzit sot kanë filluar të mos votojnë më partinë, votojnë pushtetin. Pra nëse aksidentalisht X-i apo Y-i humbet pushtetin, edhe në nivel personal, njerëzit do ta humbasin lidhjen politike dhe do rivendosen në një lidhje të re, që brenda ka vetëm interesa dhe pragmatizëm, dhe që shuan dhe shkel me këmbë çdo lloj, po themi, idealizmi. Ku të pakën më e mira do të ishte një balancë mes idealizmit dhe pragmatizmit. Kjo nuk funksionon më. Rastet janë të ndryshme pavarësisht nga pesha politike, sepse në rastin e kryetarit bashkisë nuk ka asnjë kompetencë politika që të ndërhyjë. Domethënë vetëm mekanizma janë ato juridik. Për mua dhe shkarkimi ishte një egzagerim, i cili nëse s'ka qenë i kalkuluar, ka qenë një budallëk. Unë dyshoj se mund të ketë qenë i kalkuluar, pra për të ardhur në përfundimin e gjykimit kushtetues, që Veliaj të vazhdoj i mandatuar si kryetar bashkie, edhe brenda në qeli. Pa në kështu e gjykoj unë, sepse ajo iniciativa e shpallur çuditërisht në mbledhjen e asambles, më duk të jetë egzageruar. Ndofta për të aktivizuar gjykatën kushtetuese dhe jo thjesht për të mbrojtur Erion Veliaj, por për raste që do vinin më pas. Opozita është
praktikisht fati i kësaj situate. Pra, unë mendoj se një opozit tjetër do të detyronte edhe majorancën që të mos bënde asnjë lloj nga këto gabimet e mëdha, siç është rasti i trajtimit të imunitetit të Ballukut, që unë e quaj një gabim të rëndë të majorancës. Dhe kjo nuk është për faj të opozitës, por nëse do ishte një opozit vërtet konkurente, atëre majoranca, si çdo majorancë në botë, do të shtrëngojë të este ndryshe. Jo se s'mban përgjegjësi, sepse në fundit gjithkush mban përgjegjësi për atë që bën dhe për atë që nuk bën. Në detyrë, në performancë, në ushtrimin e çdo lloji përgjegjësie të çdo lloj niveli. Por unë e kam thënë, Sali Berisha është bingo e Edi Ramës. Një nga arsyet e mëdha që ne morëm 83 mandate është Sali Berisha. Do i fitonim zgjedhjet, po s'do fitonim dot 83 mandate, po të mos ishte Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike, sepse ai është automatikisht simboli i prapakthimit. Nuk është për shkak të propagandës që mund të bëjmë ne si Parti Socialiste, kur gjykojmë atë. Është realisht, domethënë gjithkush që e kupton që ky po të vi në pushtet na kthen mbrapa, vitet të tëra, na kthen te 96, ato zgjedhjet e përgjakura, te 14 shtatori, te Damir Fazlić, tek pasurimi i familjes vet në mënyrë galopante, në pak vite, dhe tek ngjarjet e rënda pastaj, siç është 21 janari e shumë të tjera, gjë që do ta rrezikonte shumë, po themi edhe këtë stabilitetin formal që ne gëzojmë sot si shoqëri. Në 21-shin për shembull, megjithëse PD-ja kishte në krye një lider shumë më të dobët në kuptimin e fuqisë imponuese brenda partisë vet, si Lulzim Basha, rreziku i rotacionit, po them rreziku nga interesat e partisë time, ishte shumë eminent dhe nëse s'do ishte ndryshuar ligji elektoral, ku ndryshoi formula e koalicionit parazgjedhor, gjasat ishin që ne të mos e fitonim dot betejën elektorale. Sigurisht që unë nuk jam fare në favor të asaj formule të vjetër, sepse ajo ishte dushk. Mira vota të marra nga individ reparteve me kandidat të partive të vogla që i merrnin ato vota individualisht, qoftë nga fshati apo fisi i vet, shkonin dhe ushqenin partinë kryesore ose të dytën e koalicionit përkatës. Sot mendoj që sistemi është më i ndershëm në kuptimin e koalicioneve, jo në kuptimin listë e hapur, listë e mbyllur, se kjo është mesele më vete që unë e quaj për shembull listën e hapur në sistem proporcional vendor ose në nivel qarku, e quaj luftë civile brenda partive politike. Dhe një nga arsyet që unë nuk u përfshiva në zgjedhje ishte kjo. Se nuk e kuptoj që në vend që të bëj luftë me PD-n, të rrit bëj luftë tani me kolegët e mi dhe t'i them njërit maskara, tjetrit i korruptuar dhe të them që votoni për mua se unë jam burr i ndershëm. Kjo për mua është absurde dhe uroj që ta heqin qafe si model. O ta bëjmë proporcional kombëtar dhe ose edhe me listë hapur, po t'jetë kombëtare dhe me përzgjedhje mbi një person. Që njeriu të mos votojë vetëm porositësin, po të votojë dhe atë që preferon me zemër dhe me shpirt. Kështu që vazhdoj të them që një nga arsyet e këtij realiteti politik është kjo lloj opozite. Dhe ki parasysh që kjo shoqërohet pastaj dhe me aktualitet.
nuk është vetëm rikujtimi i së shkuarës, po gjithë veprimet e bëra nga opozita, fatkeqësisht ndër vite, edhe me Lul Bashën në krye, kanë qenë të tilla që të kujtonin të kaluarën, vazhdimisht, me sjellje në parlament, me djegje karrikesh, me shishe benzine, edhe me këto mitingjet e sotme. Unë e kuptoj që mund të ketë një përplasje mes policinë në një episod, ku diun, po tani të vej deputeti dhe të qelloj me grushta qytetarin në rrugë, dhe me pretendimin absurd që e kujtova se ishte nga policia. Më keq, në qoftë se ky person është i policisë, është më i rënd akti yt. Pse policia do jetë aty? Këta thonë që pse mund të ketë civil edhe brenda, po themi, një turme. Po sigurisht do ketë. Por në qoftë se aty futet një atentator, edhe na e mbush brezin me lëndë plase. Në qoftë se ti aty s'ke agent policie që shikojnë, kontrollojnë, çfarë ndodh? Kush e mban përgjegjësinë? Apo dali ky prap dhe të thotë që Azemajdarin e vrau Fatosnan. Se ky atë punë ka. Atë punë bën. Prandaj them që kjo është një opozitë që e tërheq Shqipërinë mbrapa dhe në fundi zgjedhja e njerëzve, e votuesit është gjithmonë brenda relativitetit. Ka përgjithsisht dy zgjedhje përpara. Do zgjedhim më të mirën e mundshme ose të keqen më të vogël, pa diskutim. Nuk është kjo ndodh në gjithë botën. Kjo ndodh në gjithë botën. U votua Trumpi herën e parë, sepse nuk donin të zgjidhin Hillaryn, sepse mendonin ishte përfaqësuesja e, po themi, establishmentit vjetër. Thjesht një kaq zgjedhje e thjeshtë.